këtë edicion do të ndiqni. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca vazhdojnë të kërkojnë mbajtjen e seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kriza politike në vend është duke u thellluar dhe nuk po shihet zgjidhje në horizont. Kështu vlerëson politologu Melazim Koci. Kino hyrje Hana me program të pasur filmash në orarin javor. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Edhe dita sotme nuk ka kaluar pa zhvillime politike. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës ditën e sotme sërish kanë shkuar përpara qeverisë së Kosovës për të parë nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti ka dalë në zyrë. Tutje deputetët e partive opozitare PDK dhe AAK u mblodhen në sallën plenare duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituive, por seanca nuk u thirr zyrtarisht sepse kryesuesi i mbledhjes Avni Dohari nuk ju përgjigj kërkesës së tyre. Deputeti Kurti ka ardhur ashtu ajo. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës mëngjesin e sotëm kanë shkuar përpara qeverisë së Kosovës për të parë nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti ka dalë në zyrë. Njëjtë sikur së dje, edhe sot deputetët nuk kanë arritur të takojnë Kurtin. Deputeti Arben Mustafa tha se Kurti duhet të jetë në kuvend. Jemi sërish këtu për t'i dhënë një mesazh të qartë deputetit Albin Kurti se fillimisht në këtë zyrë, në këtë ndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund të jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht që do të trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia për t'i trajtuar këto vendime të cilat po vazhdon me i marr pa pas drejt të ushtroj rolin e kryeministrit. Tutje deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vazhduan rrugën në Kuvendin e Kosovës, ku atje bashkë me deputetët e Aleancës kërkuan edhe një herë mbajtjen e seancës për konstituimin e Kuvendit. Përveç që nuk kemi kuvend të konstituar brenda afatit kushtetues, nuk kemi as qeveri me mandat të ri. Pra, institucionet po funksionojnë në një terren të pasigurt, me shkelje kushtetuese, me shkelje të rregullores së kuvendit, ndërsa përgjegjësia politike po shtyhet nga një ditë në tjetrën. Askush nuk po ja konteston fitoren në zgjedhjet e 7 qershor. E bindja jonë ose ajo do të jetë fitoria e fundit e tyre. Dhe nuk do të përsëritet më. Së dyti, askush po ja konteston që kanë drejt ta zgjedhin kryetarin e kuvendit. Askush nuk po ja konteston që kanë drejt ta bojnë qeveri. Është vetëm një njeri që po konteston këto. Është vetë zoti Kurti. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti në një tjetër takim u shpreh. Le të mos humbim kohë duke shkuar në zgjedhje, por edhe le të mos humbim kohë pa përmendur emra konkret, sepse të gjitha përfaqësimet e tjera politike janë ekipe, janë më të gjëra dhe i karakterizon funksioni e detyra e kështu me radhë. Por të çështja e presidentit e ke një individ unik. Mund të ketë disa ministra, mund të ketë shumë deputet, po president është një. Andaj na duhet të kalojmë tek emrat e përveçëm. Na duhet të kalojmë tek emrat konkret, do të flasim, unë mendoj që ka me dhjetra të tillë në shoqërinë tonë, në universitetet tona, në akademinë tonë, në jetën politike, ata që kanë kontribuar në rezistencë paqësore, ata që kanë kontribuar në luftë çlirimtare, ata që kanë kontribuar në shtetëndërtim demokratik. Kemi me dhjetra figura që mund të jenë president. Kjo situatë vjen pas tensioneve të ashpra dhe përplasjeve fizike e verbale që ndodhen me 12 gusht në sallën e Kuvendit mes deputetëve të PDK-s dhe ministrave të qeverisë në detyrë. Kriza institucionale në vend është duke u thellluar dhe nuk po shihet ndonjë zgjidhje shpejt. Partia fituese i ka numrat dhe duhet të konstituojë kuvendin e pastaj ka kohë për president. Kështu vlerëson politologu Melazim Koci.
Kriza politike në Kosovë është duke u thelluar, kjo pasi në horizont nuk po shihet ndonjë zgjidhje, duke ju referuar edhe zhvillimeve të fundit në LDK. Kështu vlerëson në një lidhje virtuale në televizionin Syri politologu Melazim Koci. Kanë kaluar 18 muaj dhe në horizont nuk shihet zgjidhje. Vendimi i djeshëm i lidhjes demokratike të Kosovës që të heqë dorë nga gjitha pozicionet dhe të kërkohet një president konsensual është një hap i vogël përpara, por që në rrethanat aktuale të polarizimit të thellë është bukur vështirë të realizohet. Fillimisht sepse nuk jemi sigur që vetë LDK-ja është unike në atë qasje, dhe e dyta është shumë vështirë të gjesh president konsensual fillimisht brenda opozitës, po pastaj duhet pajtim edhe me vetëvendosjen. Prandaj nuk e shoh që jemi duke ecur drejt daljes nga kriza. Kriza është duke u thelluar. Profesori Koci gjithashtu pohoi se krahas krizës në aspektin politik, kemi krizë edhe në aspektin juridik, pasi Kosova ka shumë vakume juridike. Me aktgjykimin e qershorit të vitit 2025 të gjykatës kushtetuese, parlamenti, partia e parë ka pasur obligim të konstituojë parlamentin brenda 30 ditëve nga dita e konstituimit, nga dita e certifikimit të rezultateve zgjedhore. Këtë vetëvendosje nuk e ka bërë dhe mendoj se ka bërë shkelje të një detyrimi kushtetues. Ndërsa por zhvillimet e ditës së mërkurë në kuvend, profesori Koci tha se nuk ishte e qelluar hyrja mërgjimtarëve në hapësirat e kuvendit të Kosovës, sidomos në kohën kur Kosova është në krizë politike. Nuk më duk vendimi i qelluar lejimi që i hyrjes mërgjimtarëve në hapësirat e kuvendit. Është e pashpjegueshme të lejohet hyrje pa kontrolluar në hapësirat e kuvendit, sidomos në këto rrethana të një krize politike. Ndoshta në rrethana tjera normale të një gjendje të qetë, ndoshta dhe mund të kuptohej, por në këto rrethana, në këtë krizë të lejohet tani të hyjnë atje kush të dojë dhe të bëjë çfarë të dojë, kjo më duket e papërgjithshme. Kurti duhet të konstituoj parlamentin dhe qeverinë, e pastaj të bisedohet për marrëveshje për presidentin, shtoi politologu Koci. Me që i ka numrat, duhet të konstituoj parlamentin, të formoj qeverinë, dhe pastaj në disponim janë edhe 2 muaj për marrëveshje rreth presidentit. Dhe unë nuk e kuptoj pse insistohet që tani të arrihet marrëveshja për presidentin, duke shkelur normat kushtetuese. Koci gjithashtu tha se ka spekulime që çështja të zhagitet përmes ndonjë ankese në gjykatën kushtetuese, e pastaj të shkohet në zgjedhje në fund të vitit, kur edhe mërgjimtarët janë në Kosovë. Por kjo sipas tij nuk do duhej të ndodhte, sepse qytetarët nuk e meritojnë të mbahen për 18 muaj në ankth, e pastaj të thuhet se kemi zgjedhje prap, dhe kjo nuk është një logjikë e mirë. Komuna e Gjakovës muaj më parë kishte zgjedhur Bletarinë e Gzoni si fituese të tenderit furnizim me lule dhe kurora. Mirë po pas ankesës së një kompanie tjetër dhe verifikimit të situatës në tërësi, organi shërtues i prokurorimit e ka anuluar këtë vendim. Referuar gazetës Insideri, organi shërtues i prokurorimit ka vendosur të anulojë aktivitetin e prokurorimit të komunës së Gjakovës për furnizim me lule dhe kurora, me vlerë të parashikuar prej 30.000 eurosh, pasi ka konstatuar se nuk kishte oferta të përgjithshme. Tenderi fillimisht ishte edhe një biznesi që merret me bletari, përkundërse në dosjen e tenderit ishte kërkuar që operatori ekonomik të dëshmonte se gjatë 3 viteve të fundit kishte realizuar me sukses kontratat të natyrës së ngjashme. Sipas panelit shqyrtues të OSHP-s, furnizimet e paraqitura nga kompania fituese nuk mund të konsiderohen të ngjashme me atë se çka kërkohej në tender.
Kujtojmë se me 12 qershor 2026, komuna kishte publikuar njoftimin për dhënie të kontratës, ku për kontratë ishte rekomanduar bletaria e Gzoni, ndërsa një kompani kishte kërkuar rishqyrtimin e vendimit, por komuna e Gjakovës e kishte refuzuar kërkesën me 18 qershor. Në ankesën e saj, kompania kishte pretenduar se komuna nuk kishte bërë verifikimin e plotë të përmbushjes së kriterëve nga operatori i rekomanduar për kontratë. Sipas ankuesit, nuk kishte sqaruar nëse ishte verifikuar aktiviteti ekonomik i kompanisë dhe as nuk ishin administruar provat që dëshmonin se operatori kishte kapacitet profesional për furnizimin me lule dhe kurora. Ndërkohë, televizioni Syri ka adresuar sot 2 pyetje në zyrën e informimit në Gjakov, në lidhje me ecurinë e këtij tenderi, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje zyrtare. Krahas vletarëve, komuna e Gjakovës ka vendosur të subvencionojë edhe fermerët me mbështetje financiare për sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në kuadër të programit të pagesave direkte për vitin 2026. Drejtori Gani Ajdari i ka puar syrit se pagesat direkte synojnë të mbështesin fermerët dhe të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejmë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral. Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural në komunën e Gjakovës njofton fermerët se vazhdon mbështetja financiare për sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në kuadër të programit të pagesave direkte për vitin 2026. Thirrjet në programin e pagesave direkte, ku thirrja në këtë program është fermerët të cilët kanë aplikuar në këtë program dhe vazhdojnë me apliku. Pra, në cilësinë e qumshtit, në sasinë e grurit të dorëzuar, edhe në majmëri, të viqat edhe të zësh për majmëri. Nga drejtoria bëhet thirrje të gjithë fermerëve të komunës së Gjakovës që të aplikojnë brenda afatit të përcaktuar, me qëllim që të shfrytëzojnë mundësi për të përfituar nga mbështetja financiare e parapar për vitin 2026. Pagesat direkte synojnë të mbështesin fermerët dhe të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejmë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral në komunën e Gjakovës. Organizata komunale e pensionistëve po bën përgatitje të fundit për organizimin e pushimeve verore gjatë muajit shtator. Edhe këtë vit, organizatorët kanë bërë të ditur se pushimet do të organizohen në 2 hotele në Bregdetin e Velipojës. Organizata komunale e pensionistëve në Gjakov po vazhdon aktivitetet e saj për antarët, duke organizuar edhe një pushim në Bregdet gjatë muajit shtator. Pas pushimeve të organizuara gjatë muajve qershor dhe korrik, pensionistët e Gjakovës do të kenë mundësi të udhtojnë sërish drejt Velipojës. Kemi kontaktu me pronarin e hoteleve London dhe Droni, nga i cili kemi kërku ofertën për muajin shtator, me atë frikën, me atë rezervën se ndoshta është ofertë tjetër më shtrejt. Po jo, ai për bindjen të mia ishte korrekt, na ka leju që kush është interesuar me ardhur për muajin shtator, me pas ofertën e njëjtë si për qershor dhe korrik. Pra, për muajin shtator na ka ofruar 30 euro pension i plot në hotelin London, ndërsa 26 euro përsëri pension i plot në hotelin Droni, i cili gjendet pak më afër plazhës. Meqense ne jemi më shumë, nuk po mundemi me bë lëvizje të distancës së gjatë, po kërkojnë të gjithë me qenë më afër plazhës. Morina ka folur edhe për çmimin e transportit deri në Velipoj, si dhe për numrin e pensionistëve që mund të marrin pjesë në këtë udhtim. Kemi kontaktu edhe me Meti Tursin, si për qershor, edhe ai nuk ka bërë kurrë ndryshimi të veçantë për mashtrajt të fjala, edhe ai ishte korrekt dhe na ka ofruar atë që ka marrë për qershor, shkuarje dhe ardhje, pra kthyerje, me vetëm 10 euro. Po kjo bëhet shumë prej interesimit të pensionistëve. Ne mund të organizojmë këtë pushim të organizuar, po kuptohet nëse spakut paraqiten 10 pensionistë. Me 10 pensionistë, pra me një grup të këtill, ndoshta diçka edhe më tepër, hala më mirë, mund me bë organizimin.
Ndërkaq nga organizata komunale e pensionistëve bëhet e ditur se të gjithë interesuarit mund të paraqiten çdo ditë pune nga ora 11 deri në orën 14 në zyren e organizatës komunale të pensionistëve në Gjakov. Nga e premtja deri të hënën në orarin javor të Kino Hyrje Hana, janë planifikuar të shfaqen një varg filmash për fëmijë të rritur. E premtja nis me filmin Spider-Man, ndërsa e hëna përmbyllet me filmin Obsesion. Nga e premtja deri të hënën, Kino Hyrje Hana sjell një program të pasur filmash për publikun. Në repertor përfshihen filma të zhanreve të ndryshme dhe për të gjitha moshat, me shfaqje të planifikuara në orare të ndryshme gjatë ditës. Ditën e premt, Kino e fillon me programin javor me filmin Spider-Man Brand New Day, që shfaqet në ora 17, duke vazhduar me filmin The Odyssey, që shfaqet në ora 20. Sa i përket ditës së shtunë, do të ketë një repertuar të gjatë të shfaqjes së filmave, ku dita fillon me filmin Minions and Monsters, ora 13, Zootopia 2, ora 15, vazhdon me filmin The Devil Wears Prada 2 në orën 17 dhe përmbyllet me shfaqjen e filmit Spider-Man Brand New Day në orën 20. Dita e diel fillon me filmin Toy Story 5, ora 13, pastaj me filmin Moana, ora 16, vazhdon me filmin The Odyssey, ora 18 dhe përmbyllet me filmin Spider-Man Brand New Day në orën 20. E hëna sjell një program fantastik filmash që nis në orën 14 me filmin Spider-Man Brand New Day. Më pas, aventura vazhdon me The Odyssey në orën 17 dhe e hëna përmbyllet me filmin Obsession në orën 20. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca vazhdojnë të kërkojnë mbajtjen e seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kriza politike në vend është duke u thelluar dhe nuk po shihet zgjidhje në horizont, kështu vlerëson politologu Melazim Koci. Kino Hyrje Hana me program të pasur filmash në orarin javor. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.